Ish presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, ka reaguar përmes rrjeteve sociale duke mohuar të ketë patur njohje, takim apo kontakt me pedofilin famkeq Jeffrey Epstein. Në një postim të shpërndar në rrjete sociale, ish presidentja e Kosovës reagoi menjëherë pas raportimeve që e lidhin emrin e saj me dosjen Epstein. Ai thekson se raportimet mediatike janë tërësisht të pabaza dhe të pavërteta dhe se gjatë mandatit të saj nuk ka pasur kurrë njohje, takim apo ndonjë kontakt me Jeffrey Epstein. Jajaga shpjegon se përmendja e emrit të saj në dokumente lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta dhe nuk nënkupton takime apo ndonjë marrëdhënie personale. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar. Në këtë email përmendet presidenti i Kosovës, por nuk është e qartë cili dhe nuk përmendet asnjë kërkesë takimi në emër të tij apo timin, shkruan Jajaga. Ish presidentja i konsideron raportimet e tjera si insinuata dhe mashtrime ndaj opinionit publik dhe kërkon që sqarimi i saj të publikohet në të gjitha mediat që kanë përfshirë emrin e saj. Jajaga përfundon mesazhin duke nënvizuar se nuk e ka njohur, takuar apo kërkuar takim me Epstein në asnjë pozitë zyrtare që ka mbajtur deri më tani.